Dashi. Sot është dita për të ndjekur instinktet dhe për të dëgjuar zemrën. Në marrëdhënie kërkohet një komunikim i hapur që të forcojë lidhjen tuaj emocionale. Merrini në konsiderat ndjenjat e partnerit dhe tregoni kujdes ndaj tyre. Në punë, përqendrohuni në përfundimin e projekteve të nisura dhe mos lejoni që të tjerët t'ju shpërqendrojnë. Një mundësi e re financiare mund të shfaqet papritur, ndaj jeni të përgatitur për të marrë vendime të mençura. Energjia juaj është e fortë sot, por mos harroni të pushoni dhe të relaksoheni kur të keni nevojë. Është koha për të thelluar ndërlidhjet personale dhe për të gëzuar ndjesinë e përmbushjes që vjen kur ndiqni qëllimet me pasion dhe vendosmëri. Puçani ëndrat tuaja. Demi. Sot do të ndihesh i qetë dhe i balancuar, ndërsa një energji e fortë pozitive të rrethon. Në dashuri, mos hezito të jesh i hapur dhe i sinqert me partnerin. Kjo do të thellojë lidhjen tuaj emocionale, duke sjellë një harmoni të re. Në sferën profesionale, është momenti i duhur për të përqafuar mundësi të reja dhe për të ndjekur qëllimet me vendosmëri. Nëse ndodh një sfidë e papritur, përdor kreativitetin tënd për ta zgjidhur me elegancë. Financat janë në një gjendje të qëndrueshme, por kujdesu të mos shpenzosh pamas. Merr kohë për veten dhe reflekto mbi atë që të sjell lumturi. Një shëtitje në natyrë mund të jetë burim frymëzimi për shpirtin tënd. Mos harro të ndjekësh zemrën. Binjakët. Sot do të ndjeni të gjallëruar në ndikimin e rjeve të begat, duke sjellë energji pozitive në veprimet tuaja. Në marrëdhënie, është koha e duhur për të shprehur ndjenjat me sinqeritet dhe për të dëgjuar me vëmendje partnerin. Në punë, krijimtaria juaj do të shkëlqejë, mos keni frikë të ndani idetë tuaja, pasi do të vlerësohen. Financat do të kërkojnë kujdes të shtuar, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe bëni një plan realist për kursimet. Ndërsa dita përparon, gjendja shpirtërore do të përmirësohet akoma më shumë, duke ju dhënë forcën për të përballuar çdo sfidë. Meditimi në mbrëmje do të jetë i dobishëm për të qetësuar mendjen dhe për të riorganizuar mendimet. Gjeni kohë për të pushuar. Daforia. Sot do të ndjesh një nevojë të thellë për të lidhur emocionalisht me njerëzit e afërt. Zemra jote është e hapur për dashuri, por mos harro të dëgjosh edhe zërin e arsyes. Në punë mund të hasësh situata që kërkojnë fleksibilitet dhe gjykim të shpejtë, besoj intuitës tënde dhe guxo të marrësh vendime. Financat mund të jenë pak të luhatshme, është koha për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë plane afatgjata. Ndjenja e stabilitetit do të vijë me kohë, mos humb durimin. Merr një moment sot për meditacion ose reflektim, kjo do të të ndihmojë të rivendosësh energjitë e tua. Kujdesu për mirëqenien tënde fizike dhe shpirtërore, pasi kjo do të ndihmojë në rigjallërimin e shpirtit. Luani. Dita e sotme do të ndriçojë me energji pozitive, duke ju dhënë mundësinë të shpreheni lirshëm. Në marrëdhëniet personale, përqendrohuni në dëgjimin e ndjenjave të partnerit tuaj, pasi një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi dhe harmonizim të mëtejshëm. Në punë, një detyrë që keni lënë pas dore mund të dalë në pa. Merrni këtë sfidë me guxim dhe kushtojini vëmendje detajeve të vogla për të arritur sukses. Financat mund të kenë nevojë për pak vëmendje. Krijoni një plan të thjeshtë kursimi për të ndjerë një stabilitet më të madh. Sot është koha për të qëndruar i balancuar dhe për të mos lejuar që emocionet e të mbushura t'ju ndikojnë. Ndiqni intuitën dhe gjithçka do të shkojë më mirë nga sa pritej. Virgjëresha. Sot ndjeni të mbushur me energji dhe vendosmëri. Në dashuri, lejoni ndjenjat tuaja të shpalosen si petalet e një luleje në pranverë. Kushtojini vëmendje partnerit dhe mos harroni të ndani momentet e vogla të lumturisë. Në punë, një detyrë e re mund t'ju sfidojë, por aftësitë tuaja organizative do t'ju ndihmojnë të shkëlqeni. Shfrytëzoni kreativitetin për të gjetur zgjidhje inovative. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes sot, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mendoni për të ardhmen. Nëse keni nevojë për relaksim, një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojë të qetësoni mendjen. Mos harroni të kujdeseni për shëndetin tuaj mendor dhe fizik duke i kushtuar vëmendje balancës së trupit dhe shpirtit. Dëshorja. Kur dielli përshkon qiellin e dimrit, sot ndjenjat fluturojnë lehtë si pupla. Energji pozitive të rrethon, duke të dhuruar forcë për të përballuar çdo sfidë që mund të shfaqet. Në punë, intuita tënd është aleati më i mirë. Besoj instinkteve dhe do të gjesh zgjidhje kreative për çështjet që kanë ngecur. Në çështjet e zemrës, koha është e përshtatshme për biseda të thella që thellojnë lidhjen. Ekuilibri është qelësi, ndaj mos harro ta shijosh çdo moment me të dashurin, duke kultivuar harmoninë. Financat duken të qëndrueshme, por mos nguro të shpenzosh fak për vetë kënaqësi. Relaksohu me diçka që e dashuron, një libër, muzikë apo një shëtitje e qelë. Sot kujdesu për shpirtin tënd dhe do të ndihesh i plotë. Akrepi.
Dita e sotme ju fton të zhytni më thellë në botën tuaj emocionale. Do të ndjeni nevojën për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja personale, duke kërkuar harmoni dhe mirëkuptim. Në punë është koha ideale për të treguar iniciativë dhe për të prezantuar ide të reja, pasi intuita juaj do të jetë veçanërisht e mprehtë. Kujdesi ndaj detajeve financiare do të sjellë stabilitet afatgjatë dhe është e rëndësishme të mos bëni shpenzime impulsive. Shpirti juaj poetik do të ndriçojë edhe bisedat më të zakonshme, duke nxjerrë në pa bukurinë në çdo gjë që ju rrethon. Merrni kohën për një çellje të vogël gjatë pasdites, si një shëtitje ose një libër i mirë për të rigjetur balancën brenda vetes. Shigjetari, sot do të ndihesh i mbushur me energji të reja dhe dëshirë për të përqafuar mundësi të reja. Në punë do të kesh një moment inspirimi që mund të ndihmojë të zgjidhësh një çështje që ka kërkuar vëmendjen tënde prej kohësh. Për financat është koha për të bërë një rishikim të buxhetit tënd dhe për të planifikuar më mirë shpenzimin. Në dashuri, lër hapësirë për të dëgjuar partnerin tuaj, pasi komunikimi do të sjellë mirëkuptim dhe dashuri të thellë. Nëse je beqar, një njohje e re mund të ndezë emocionet e tua. Ndiq intuitën dhe mos u frikëso nga ndryshimet. Kujdesu për shëndetin tënd mendor, ndoshta një shëtitje në natyrë do të sjellë qetësi dhe pasqyrime të rëndësishme. Britsjapi. Dita e sotme ofron mundësi për reflektim të thellë mbi marrëdhëniet personale. Nëse je në një lidhje, është momenti i duhur për të ndalur dhe për të dëgjuar zemrën e partnerit. Bisedat e hapura sjellin afërsi të reja dhe kuptim më të thellë. Në punë, mos u frikëso nga sfidat e reja, ato janë porta drejt suksesit. Gjithçka që ke mbjellë në të kaluarën do të fillojë të japë fryte. Financat duken stabil, por ruaj kujdes në shpenzimet e panevojshme. Shpesh herë është e mençur të ruash vlerën e asaj që ke. Ndjesitë e përgjithshme do të përmirësohen ndërsa ditët kalojnë. Buzëqeshja jote është një drik që ndriçon edhe momentet më të errëta. Jep vetes kohë për të marrë frymën e për të parë magjinë në çdo ditë. Ujori. Sot është një ditë që ju fton të mendoni për mundësitë e reja që mund t'ju paraqiten. Në aspektin profesional, mund të ndjeni nevojën për të ndërmarrë hapin e parë drejt një projekti të ri. Mos hezitoni të ndani idetë tuaja me të tjerët, pasi bashkëpunimet mund të sjellin fryte të shumta. Në dashuri, një komunikim i sinqert me partnerin do të sjellë një thellim të lidhjes. Për beqarët, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë entuziazmi. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por këshillohet një kontroll i kujdesshëm i shpenzimeve. Ndjeni një harmoni të brendshme që ju jep qetësi dhe forcë. Ndërkohë, mbrëmjen kushtojani vetes dhe shijoni momente relaksuese. Qielli ju paraqet mundësi të pafundme sot. Peshqit, një ditë e mbushur me ndjesi të thella pritet për ty sot. Në çështje të zemrës, është momenti të shprehësh ndjenjat që ke mbajtur brenda prej kohësh. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë një ndjenjë afërsie me dikë të veçantë. Në punë, përqendrohu në detajet të vogla, pasi ato do të bëjnë diferencën. Mundësitë e reja mund të shfaqen, kështu që tregohu i hapur ndaj sfidave të reja. Financat kërkojnë pak kujdes, por një vendim i mençur do të sjellë stabilitet. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të ndihmojë në qetësimin e shpirtit dhe të ofrojë qartësi mendore. Kujto se gjithçka ka kohën e vet dhe sot është dita jote për të shijuar bekimet që jeta të ofron.